Pas një periudhe të gjatë disa mujore të pasivizimit të bordit drejtues të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale për shkak të bordit jo komplet, që gjithsesi krijoi edhe vështirësi të shumta, përfshirë këtu edhe implikimet financiare për kompanitë që merren me hulumtimin, eksploatimin dhe shfrytëzimin e rregullt të resurseve minerale në Kosovë. Çështja është zgjidhur me zgjedhjen e anëtarëve të bordit, me çka edhe u kompletua ky organ dhe u hap rruga për funksionalizimin e tij komplet. Natyrisht se kjo kishte shkaktuar edhe grumbullimin e çështjeve të shumta që kërkonin zgjidhje emergjente. Aktualisht, afro 100 kompani nga vendi dhe rajoni presin licencimin dhe dhënien e lejeve nga ky komision. Dhe këto ishin edhe hapat e para të bordit sapo kompletuar. Është një e vërtet, është një lajm i mirë, do të thotë edhe për Kosovën. KPMM-ja me datën 8 është kompletu me bord dhe prioritetet e bordit kryesisht janë, do të thotë, licencimi sa më i shpejt i kompanive të cilat kanë mbet pa u shqyrtuar gati thuaj se një vit. Bordi qysh në ditën e parë, do të thotë me datën 8 e ka mbajt bordin e parë për kompaninë Trepça, të cilës i ka skadua fati qysh në janar të këtij viti, dhe Trepça veç është licencu me licencë të shfrytëzimit. Bordi i dytë është mbajt me datën 12/5, ku janë licencuar prap disa licenca të shfrytëzimit, të cilat kanë qenë për vazhdim të licencave të shfrytëzimit, dhe gjithashtu është pajis me licencë Ferronikeli, edhe kjo një kompani gjigante, e cila ka qenë pa licencë që nga viti i kaluar. Pastaj, është pajis me licencë Beta prap, një kompani tjetër, ndërmarrja tregtare private prodhuese shërbyse Orana, gjithashtu bordi i ka shqyrtu edhe 2 licenca për zgjerim, atë kompania Beta, një kërkesë e 3 do të për zgjerim, dhe kompania Kodra, e cila gjithashtu është pajis me licencë për zgjerim. Me datën 13/5, do të djepive, bordi gjithashtu ka mbajt edhe një mbledhje të rregullt dhe ka shqyrtu disa kërkesa apo aplikacione për licencim. Gjithashtu ka shqyrtu aplikacionin e Mim Goleshit, dihet problemi i Mim Goleshit, do të thotë është pezullu licenca për shkak se AKP-ja do të thotë e ka kthyer në pranë të vetëm kompaninë Mim Golesh, është vazhdu pezullimi i kësaj kompanie deri në vendimin përfundimtar të gjykatës, është bërë shqyrtimi i kërkesave për bartje të kontrollit, të licencave të hulumtimit, për kompaninë është një kompani e huja, e San Kosova, do të thotë kjo i ka vazhdu 2 licenca të hulumtimit për minerale metalike. Gjithashtu është shqyrtu edhe një kërkesë, do të thotë një kërkesë e jashtme, Klinker kompani, e cila ka aplikuar për mergele në zonën e Klinës. Sot, bordi edhe në këto momente, është duke mbajt bordin e 4 dhe kemi fillu me shqyrtimin e aplikacioneve qysh nga datat e fillimit e duke ardhur në datat e sot, me të thotë më të reja, që edhe sot e kësaj dite vazhdojnë aplikacionet, dhe sot janë duke u shqyrtuar kompania Eskavatori, Green Power për hulumtime fjala, do të shqyrtohet shqyrtimi i kërkesa për licenca shfrytëzimit Adercom, një kompani e huja, dhe një kompani tjetër AIM SHPK. Gjithashtu, do të thotë ne si Komisioni Pavarur për Miniera dhe Minerale, bëjmë edhe shqyrtimin e aplikacioneve për leje për aktivitetet veçanta. Do të thotë gurthyz, bazat betonit dhe bazat të asfaltit. Do të thotë edhe ato do t'i futim procedurat licencimit, për shpejtimit, kështu që për sot kemi fut kompaninë Nartel Beton dhe kompaninë e San Kosova. Këto pra janë ato që i keni trajtu si emergjente, dhe themi nga grupacionin e kërkesa ose nevojave të grumbulluara që nga më herët. Po sigurisht keni biseduar edhe për aktivitetet afatgjate të bordit, orientimet, sepse tani të kompletuar keni edhe kapacitet të plot të vendimmarrjes edhe të aktivitetit. Po këto dihen, do të
planet afatgjatë të Komisionit të Pavarur për Minera dhe Minerale. Komisioni i Pavarur, siç e dini edhe ju, është një institucion shumë rëndësi për Republikën e Shtetit Kosovës. Do të thotë është institucioni i tretë në shtetin e Republikës, i cili inkason të hyra. Do të thotë si vjet i kemi inkasuar rreth 27 milion të hyra, të cilat janë dhënë direkt nga rentat minerale në buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Do të thotë edhe pse nuk kemi pas bord, ne jemi konsolidu dhe jemi angazhuar me staf, me licencat aktive, pra prej të cilave janë grumbulluar rreth 27 milion euro. Po, si është interesimi për të licencuar, tregohet një numër të atyre që veç janë aprovuar, po sigurisht tani është shtuar interesim, pasi është dhënë informacioni se bordi tani më është komplet. Po, interesimi gjithmonë ka qenë do të thotë i madh për të licencuar për aktivitete minerare. Do të thotë prej se ju ka skaduar afati bordit e deri më sot i kemi do të thotë edhe 100 kompani. Do të thotë krejt 98 afërsisht 100 kompani, të cilat presin për të licencuar me leje për hulumtim, leje për shfrytëzim dhe leje për aktivitetet veçanta. Besoj që brenda këtij muaji të gjitha këto kompani do t'i kryjmë dhe do të vazhdojmë punën me licencimin e kompanive të interesuara në të ardhmen. Një çështje që është në kuadër të kompetencave të këtij komisioni, çështja e mirëmbajtjes së kadastrës së minerave dhe të bazës të dhënave. Një segment mjaft të rëndësishëm, sepse krijimi i një baze të dhënave ka peshën e vet. Po, ne si komisioni i pavarur, do të thotë e kemi edhe geodatabazën, e cila është ndërlidhur edhe me GIS-in, ku aty do të thotë licencojmë të gjitha kompanitë, kemi katastrin. Gjithashtu e kemi edhe web faqen e KPMM-s, ku për çdo ditë do të thotë e freskojmë me gjëra të reja. Geodatabaza është mjaft e avancuar, për vitin e kaluar me një projekt kapital e kemi avancuar edhe më tepër. Bile avancimin e kësaj geodatabaze e ka bërë një kompani e njohur gjermane, e cila e ka përpunuar edhe më herët. Kështu që të gjitha të dhënat për çdo kompani i kemi të regjistruara në geodatabazën të dhënave, të cilat në çdo kohë dhe çdo moment mund t'i nxjerrim në formë digjitale. Gjithashtu e kemi edhe arkiven e kemi digitalizuar deri në maksimum, por ende ka disa projekte të vjetra të cilat nuk kemi mujt me digitalizuar. Do të thotë çdo punëtor i KPMM-s nuk ka nevojë me shku në arkiv, por vetëm me një klik direkt në kompjuter mundet me hyrë në arkiv dhe me kërku materialin i cili i nevojitet për ndonjë kompani, apo për ndonjë hulumtim, apo për ndonjë shfrytëzim. Mos harroj të ceku se edhe shumë kompani të hujat që vinë për të investuar në Kosovë, thotë i orientojmë në arkiven tonë, ku i kemi materialin, e para luftës kemi projekte gjeologjike për hulumtim, për shfrytëzim dhe për gjëra që janë të ndërlidhura me sektorin mineral. Aktivizimi i këtij bordi tani më të kompletuar ka gëzuar në veçanti kombinatin Trepça, sepse që nga 24 janari kishte mbetur pa licencë pune. Licencë kjo e zgjatur deri në 24 prill. Tani atje shprehen të kënaqur me vazhdimin e licencës dhe rihapjen e punëve për 1500 të punësuar sa ka aktualisht Trepça. Atëherë, zotëri drejtor, si është situata me Trepçën në këtë moment? Dim se është ndërprer licenca dhe tani jeni në pritje të vazhdimit të licencës. Po, për fat keq që është stërgjat konstituimi i bordit të KPMM-s, që ka reflektuar edhe mungesën e licencës së punës. Mirë po është për të falendëruar bordin e ri, që në ditën e parë pune janë mbledhur, e kanë marrë me emergjencë, duke i dhënë peshën e dur çështjes së licencës së Trepçës, e kanë aprovu dhe sot presim të furnizohemi me eksploziv që nga sot të rrekëm betejë për realizim të planit dhe me tejkalim, sepse humbjet janë të mëdha dhe në kanë sjellë një situatë të jashtëzakonshme në aspektin negativ. Mirë po, një mobilizim i bërë
në një sit prodhuese, mendoj që sa do pak do të kompenzohen këto humbje, edhe pse humbjet janë jashtëzakonisht të mëdha dhe na kanë sjellë në telashe shumë serioze. Atëre, se u reflektua kjo në afarizmin e Trepçës, sa janë humbjet, sigurisht ka pas edhe pasoja financiare, mungesa e kësaj licence dhe ndërprerja punëve. Kemi tentu, po zakonisht masa e pagave dhe shpenzimet mujore, dikon janë 1,5 milion euro në muaj, dhe nëse llogaritet që nga 24 janari deri më tani, atëherë veç mund të shifet se çfarë humbje kemi pasur. Mirë po, megjithatë ne kemi bërë një kërkesë në qeveri që të na dilin ndihmë për këto humbje që janë bërë derisa ta marrim veten, edhe pastaj qoftë edhe në fond të huazimit, në mënyrë që ne të ecim me tutje, po të bëdhenere, që nga sot kemi një mobilizim të shtuar në një sit prodhuese dhe do të tentojmë që të bëjmë sa do pak kompenzimin e asaj që është humbur në mënyrë të pakthyeshme. Në ndërkohë, pati edhe një lëvizje në zgjidhjen e statusit matuteshëm të Trepçës. Si e shikoni ju këtë? Po, edhe kjo është problem që gjithçka lidhet me status Trepçës. Ne definitivisht në çdo takim kemi thënë edhe kemi potencuar se Trepça nuk e doron në aspektin kohor këtë gjendje me status të pakjartë. Ne po presim që tash po hyet në dinamikë intenzive të sqarimit të statusit dhe definitivisht statusi zhvillimor të jetë ai që të mos vjen në Trepça në situata të tilla, sepse vetë ky status e jep që të ketë një licencë vetëm 2 vjeçare. Dhe nëse themi se një gurtys që ka një aktivitet shumë të redukuar në krahasim me Trepçën mund të ketë për kohëzgjatjen e sasisë eksploatuar 20-25 vite, kurse ne 2 vite, edhe situatat të cilat mund të na sjellin në flet mjaft se çka do të thotë statusi. Mos flasim edhe për mungesën e masës investive që nuk e reflekton atë fuqi prodhuese edhe fuqi reale që ka Trepça. Trepça është jashtë larg atij realiteti që do të jetë. A mendoni se duhet të bërë diçka në riorganizimin e vetë Trepçës, që të jetë Trepça më funksionale, më fitim prodhuese dhe të heqë dorë, të themi kushtimisht, prej atyre njësive të cilat janë aktualisht barë e kombinatit? Definitivisht do të bëhet një riorganizim dhe për statusin e Trepçës, qëndrimi i menaxhmentit dhe i punëtorëve është publik dhe dihet. Njësitë të cilat janë funksionale do të fuqizohen aspektin e produktivitetit, kurse për njësitë tjera që nuk ka mundësi të aktivizohen jashtë aktivitetit minerar dhe të procesi i flotimit, siç janë metalurgjia, plumbit, zingut, fabrika akumulatorëve dhe njësitë tjera, të gjendet forma e partneritetit publiko-private, kurse aktivizimi i aktivitetit minerare duke i funksionalizuar dhe më fuqishëm këto njësi prodhuese, por duke i përgatitur edhe minjera tjera që janë të përmbytura në ujë dhe me investimet në flotacione definitivisht të reflektojmë një fuqi shumë të madhe prodhuese. Do të thotë Trepçën duhet ta shohim si kompleks dhe si kompleks, pastaj të gjitet dhe alternativa që ligji i veçantë të jep atë planin zhvillimor. Sa është Trepça funksionale si tërësi, nëse kemi parasysh edhe pjesën në veri, a janë harmoni funksionimi i të dy pjesëve apo ka divergjenca dhe disharmoni të themi në proceset që zhvillohen këtu edhe në pjesën veriore të Trepçës? Po, edhe veriu dhe jugu punojnë në mbikëqyrje dhe administrim të AKP-s, sa është kjo mbikëqyrje është diçka tjetër. Në atë kë ne jemi të regjistruar si një biznes i vetëm, pastaj janë 2 në kodet të cilat e krijojnë këtë pavarësi që thoni jo të veprimit në mënyrë autonome, në mënyrë të pavarur, mirë po edhe veriu edhe jugu është një Trepçë dhe me licencë të KPMM-s, me mbikëqyrje të inspektoratit të KPMM-s, dhe në administrim të AKP-s, gjithçka bëhet edhe veriu edhe jugu. A krijon probleme teknologjike të themi? Po me nivelin e prodhimit deri në nivel të koncentratit, jo, sepse ata bëjnë eksploatimin në Belloberdo dhe Cërnatse dhe kanë flotacionin, kështu të është edhe në Stantërg me flotacion në tunel parë edhe në Artan me flotacionin në Kishnis, domethënë sepse mbyllet procesi i prodhimit në
në prodhim të koncentratit e mirë, po nuk ka perspektiv dhe reflektiv ekonomik të asaj fuqia reale nëse në shkohet në rritjet e shkallës si finalizimin, e kjo tash i lyp aktivizimin e shkritorëve, metallurgjia plumbit, metallurgjia zingu dhe njësi tjera, që deri më tani kanë qenë jo funksionale, edhe kjo tash, këtu ndoshta është edhe mundësia më e mirë, edhe për shkak të reflektimeve të elementeve tjera që mund të reflektojnë që në formën e partneritetit e publiko-private të jepet mundësia zhvillimore dhe aktivizimi të hapë edhe vendet të reja të punës edhe të rritet interesi ekonomik. Dhe në fund, zoti drejtor, cilat do të jenë prioritetet e Trepçës me njëre pas vazhdimit të licencës? Prodhimi, definitivisht prodhimi, sepse gjendja financiare nuk është korrekte, fare, thash, humbjet që janë shkaktuar janë të jashtëzakonshme dhe na kanë sjellë në telashe shumë serioze, dhe definitivisht përveç prodhimit do të intensifikojnë edhe punë të përgatitore në mënyrë që të mundësohet prodhimi, sepse këto janë të lidhura njëra me tjetrën. Veprimtaria e kompanisë Elsa Group nga Peja, e cila merret me përpunimin e gurëve dekorativ, po ashtu është lidhur me licencimet nga ana e Komisionit të Pavarur për Minera dhe Minerale. Licencimi për eksploatim të resurseve në Kosovë nga ana e këtij komisioni për këtë kompani ka rëndësi të veçantë sepse do të ulë dukshëm shpenzimet e prodhimit dhe shfrytëzimin më të madh të kapaciteteve të instaluara, të cilat vlerësohen si më të mëdhajat në rajon. Po, kjo ka qenë shumë e pritune, sepse vakumi i cili ka qenë 7-8 muaj apo 10 muaj ka shkaktuar shumë dëme të mëdha ekonomisë, posaçërisht në sektoret të cilat janë të varur në kryqëput për në eksploatimin e landës së parë në Kosovë, të cilat nuk janë të pakt. Një ndër ata jam edhe unë që kam bënë kapacitet për punues që ja vlen për Kosovën, dhe turpi më i madh është sepse në tokën tonë të Kosovës, në toka jonë është shumë e vlefshme, siç e dini dhe ju, dhe neve nuk kemi mujt që ta shfrytëzojmë pikërisht për shkak të disa rrethanave të cilat janë krijuar në Kosovë, dhe unë mendoj se me konstituimin e këtij bordit i cili është profesional dhe unë kam besim shumë të madh se ky bord do t'i qaset një nga një vështirësive, posaçërisht lehtësirave të cilat do t'i krijojë vetë ekonomisë e Kosovës, prodhuesve të Kosovës, dhe aq më tepër duhet të fokusohet dhe të them se Kosova ka nevojë që të eksportoj gjërat e veta të cilat posedon Kosova në xhirin e saj, që ja fali natyra, ja fali Zoti, dhe neve nuk kemi mujt edhe sot e kësaj dite 15 vjet shlerim dhe nuk kemi mujt neve të inkambin resurset tona të cilat presin dhe kemi mundësi, kemi aftësi, ka potencialet e tilla të cilat mund t'i përpunojnë, t'i finalizojnë, dhe ne nuk jemi Kosovë zhvilluar dhe nuk do të jemi shtet nëse nuk do ta zhvillojmë, nëse nuk do t'i japim prioritet eksportit në Kosovë. Zotëri Selima, ju keni një veprimtare e cila është ngushtë e lidhur me landën e parë, po jeni ngushtë të lidhur edhe me dhënien e lejeve për eksploatimin e asaj lande, sepse si shtat landa është në Kosovë, mirë po ju ballafaqoni edhe me probleme të natyrave të ndryshme për të mund të eksploatuar atë landë. Unë e thash edhe më përpara, pikërisht kompania ime, Elsa, e cila gjendet në Pejë, ka nevojë për landën e parë, e cila landë mund të mirret në Kosovë dhe mund të eksportohet jashtë Kosovës. Unë kam 2 jo licenca, por kam 2 pëlqime të cilat është dhënë nga bordi më parshëm, dhe bordi nuk ka funksionuar, dhe unë e thash edhe një herë, po e potencoj tash që ky bord duhet t'i shpëtoj të gjitha, t'i hekte në radhë parë, t'i hekte të gjitha barierat dhe t'u japi mundësi prodhuesve vendor, e jo njerëzve të cilët nuk meritojnë, jo njerëzve të cilët nuk kanë asnjë tërfurk në lëpat, nuk e kanë del ma që të kenë kapacitete për punuse dhe të uapin prioritet gjaja të huajve në thojza dhe të lëmë prodhimet tona vendore dhe për punus tonë vendor paket. Unë pres këto ditë që me njëherë të angazhohen edhe vetë, por do të qasëme që të kërkojmë neve licencë, sepse unë kam pres 2 licenca që njëna do të jetë
në komunën e Malish, komunën e Rahovecit dhe tjerë në komunën e Suareks, dhe jemi në hulumtim edhe të resurseve tjera, të cilët e thash se Kosova është shumë e pasur me resurse, sidomos me gur dekorativ, me minerale minjera të cilat presin që investitorit ta qetë dorën e vetë, por ajo çka është më prioritare mos të ketë birokraci në dokumentacion në atë çka kërkohet nga bordi. E unë shpresoj se ky bord nuk do ta ketë birokracinë, ky bord do ta përshpejtojë të gjitha që t'i ndihmoj kësaj Kosove e cila ka këtë papunësi dhe pret me dita është shumë e madhe, jo të presim me vite për shfrytëzimin e minjerave apo gurve apo çdo gjë e cila do të varet nga ky bord. Ai krijon probleme afariste, mungesa e këtyre licencave, mungesa e këtyre pëlqimeve, sepse edhe konkurenca atëre ndron. Po si nuk krijon kur përderisa neve e marrim gurin nga Afrika, nga India, nga Brazili, nga Italia, nga kur e ke landën e parë, nuk do thotë ti kem gjitha, por këtë që i kemi ne të shfrytëzojmë, sepse nëse merrni me mend ju, deri para disa muajve, edhe në landën e parë kem pagu doganat, edhe landën e parë e cila është absurde për neve në Kosovë, në këtë vend, me një piknisje që neve kemi nisë që të pagujmë këto taksa cilat janë eliminuar. E dilma që neve nuk kemi nevojë të pagujmë të transporte landë parë, por kur e kemi përpunimin se në Kosovë unë për këtë që po e flas sot, unë kam një kapacitet përpunues i cili duhet as regioni nuk e ka as i kapacitetit që tani e kam unë. Dhe ajo për shkak të landës së parë nuk mund të shfrytëzojmë kapacitetet tona as 20 apo 30% nuk mund të shfrytëzohen. Dhe unë shpresoj që me marrjen e licencës që këto ditë presën nga këte, ne do të dyfishojmë kapacitetet tona, jo këte që i kemi dhe të eksportojmë jashtë. Pa, procedurat kanë qenë të ndërlikuara për të marrë këto pëlqime më herët, ndoshta tani kërkohet edhe tjerësimi këtyre procedurave. Unë nuk isha dashur të flas shumë për të kalumen, sepse e kalumja është e hidhur në për çdo gjë në Kosovë. Kur e thon këtë, nuk e them që ka qenë, por nuk ka pas investim, gjallëni nuk ka pas në Kosovë, sepse asnjë investitor në Kosovë nuk vjen dhe as neve nuk mund të paraqitem me një program të tillë nëse ti landën e parë nuk e ke, sepse në radhë të parë duhet t'i bëjmë një fezibilitet, ta dimë që ç'a dojmë në Kosovë. Përderisa bordi, një gjë elementare që ka qenë, nuk ka funksionuar, si ti qasemi neve kur nuk kemi dokumentacion. Unë kam para disa ditëve, kam qenë edhe në rrugë me takim të disa investitorëve. Ju thot nuk keni gjendje letra të bëni, dilma që të bëni diçka tjetër. Por unë shpresoj që është e mbara rrugë, është në nisjen e një rrugë të mbarë me konstituimin e këtij bordi, i cili ka qenë i domosdoshëm imediat për Kosovën. Kështu me kompletimin e bordit të këtij komisioni dhe shfrytëzimin optimal të resurseve minerale në të gjitha veprimtaritë minerale në përputhje me ligjin e minjerave dhe të mineraleve dhe strategjinë minerare, rrethanat për zhvillimin e kësaj veprimtarie dukshëm janë përmirësuar. Tani krijon edhe kushtet më optimale për shfrytëzimin e resurseve natyrore nga njëra anë dhe nga ana tjetër edhe përfshirjen e kompanive të huaja në shfrytëzimin e këtyre resurseve, me çka do të krijosh edhe më shumë vende të reja të punës dhe do të rritej edhe eksporti. Natyrisht, nga ana tjetër, do të krijon mundësitë e një kontrolli më të madh dhe pengimit të shfrytëzimit ilegal të këtyre resurseve.